tregua, më thonë, s'ka shmërisht jo patriotike klasa politike dhe kjo, por tani me rastin e ndeshjes Kosovë-Zvicër, në kuptova një gjë shumë më thellë, që këtu në jetën tonë publike ka plot njerëz, domethënë, që nuk është vetëm klasa politike, në njerëz publik që se takojnë politikës e tjerë që bëjnë një patriotizëm. Për shembull, fishklimat që ishin ndaj Gjakës, që ishin krejt natyrshme për një futbollist i cili ka ofenduar kombëtarën e Kosovës, duke thënë që vetëm ata të cilët nuk mund të gjejnë vend në kombëtarën e Zvicrës ose në kombëtarë të tjera vinë e luajnë për Kosovën, që është një ofendim shumë i rëndë për kombëtarën e Kosovës, është një ofendim mbi baza kombëtare, madje e dënueshme me ligj, sipas ligjeve tona, dhe natyrshme që ai meritoi fishklimat e publikut, sepse ai tek e fundit ofendoi edhe vllajën e vet, atë taulantin i cili ka luajtur për Shqipërinë. Domethënë, vetëm nëse ai ka luajtur për Shqipërinë se s'ka gjetë vend për Zvicrën, ky është ofendim edhe për vllajën e vet. Dhe tani dalin njerëz dhe thonë se Gjaka është patriot, Gjaka është tu, po patriot nuk mund të jetë patriot i kush që lun kundër Kosovës, ai mund të jetë patriot i Zvicrës, po, patjetër, sepse e çon lart namin e Zvicrës, Zvicrën e çon në kampionat botëror, që ato kanë drejtë Zvicrën të mburren me të, po nuk mund të quhet patriot kosovar ai cili luan kundër Kosovës dhe e bën që Kosova mos më shku në kampionat botëror. Mirë po, në këtë, si të them, rivalizim, ose në këtë ndeshje Kosovë, kombëtari i Kosovës edhe Granit Gjaka, unë shoh plot fytyra publike që përkrojnë Granit Gjakën, dhe kjo është e tmerrshme. Domethënë ata janë kundër Kosovës. Pse janë kundër Kosovës? Fakti që luajnë, pse kundër Kosovës? Fakti që luajnë për atë kombëtare nuk do të thotë që janë kundër Kosovës. Dhe pikërisht janë këta tifozë të Kosovës që në ndeshjet mëdha me Serbinë pra krenohen, e nxjerrin në rrjetet sociale, përkrahin lojën e tij dhe golat e tij, është janë këto dy ekstreme. Edhe unë përkrah kombëtaren e Zvicrës, kur ai nuk lun kundër Kosovës, por kur lun kundër Kosovës, Kosova është e para. Edhe kur lun, çka do të thonë kundër? Domthonë është kundër Kosovës, natyrisht, kur ti jep gola Kosovës, ose kur asiston golat kundër Kosovës, ti je kundër Kosovës. Ti nuk mund të thush që je për Kosovën duke i dhënë gola Kosovës. Po kjo është loja, ajo bën pjesë në kombëtarën e Zvicrës. Është lojë, vërtet që është lojë, por ne për këtë lojë ne anojmë për Kosovën. Dhe problemi është që ti kur tregon në lojë se ai je për Kosovën apo për Zvicrën, edhe në rast lufte ti do të jesh, nëse je kundër Kosovës, ti do të jesh kundër Kosovës. Po zotri Sfajo, atëherë vjen që nuk është një futbollist profesionist, sepse profesionistët tash që po luajnë në Kosovë nuk duhet t'ia lëshoj lojën Kosovës. Zënjushe, ka lidhje kjo me profesionistin. Gjaka është një ndër futbollistët më të mirë në botë. Ai është profesionist, është lun është patriot i vendit të vet, i Zvicrës, por këtë rast ka luajtur kundër Kosovës, por hajde që ka luajtur kundër Kosovës, po mendoj po ai ka ofendu Kosovën, ka ofendu Kosovën. Kapiteni i Slovakisë, edhe trajneri i Slovakisë që dëgjova deklaratat e tij, e cila nuk e ka njohur Kosovën, ai nuk e ka ofendu Kosovën, edhe pse kemi mundesh me Slovakinë tash në këto, ndërsa ai e ka ofendu Kosovën. Kjo është Zotri Sfajo, vetëm diçka, po ju dëgjoja me shumë vëmendje sepse po flisni për një çështje absolutisht shumë të diskutuar dhe një debat të nxehtë që bëhet zakonisht edhe në rrjetet sociale, po besoj që Granit Gjaka ka pas momente të shumta që ka dëshmuar sa i do Kosovën, sa i don popullin, kështu që besoj është një debat që është konsumuar shumë. Me çka e do Kosovën një njeri që lun kundër Kosovës? Po, është loja, është futboll. Unë nuk po gjykoj pse ai nuk po gjykojmë pse ai ka luajtur kundër për Zvicrën, por nuk mund të thuhet që do Kosovën.
Dhe e ka po që luan mbi gjitha për Zvicrën, nuk është luan për Zvicrën para se të krijohet edhe kombëtarja e Kosovës. Po ka lidhja e mirë, asë në rregull, e bajt më shnet. Ai ka mujt nëse do ta donte Kosovën më shumë se Zvicrën, ai ka mujt me thonë jam smut edhe më spelu. Jo, një gjë është e sigurt që Granit Xhaka e do Kosovën, është e sigurt. Ti je i bindur për të. Ai don Zvicrën më shumë se Kosovën, bravo qoftë, ta doj Zvicrën më shumë se Kosovën. Është çështje e tij. Por nuk mund të thuhet që ti, nuk mund të thuash ti që një njeri që lun kundër Kosovës e do Kosovën. Jo, ai që do Kosovën nuk lun kundër Kosovës. Ai që do Kosovën nuk bën kundër Kosovës. Në çfarë mënyre? Po, e thash që është debat shumë që natyrisht është konsumuar dhe diskutuar shumë, a ti kthehemi pak çështjeve politike se Graniti i ka gjërat e rregulluara në Zvicër. Ti kthehemi pak çështjes në Kosovë, të lutem se tani ti që përmbron Gjokën kundër Kosovës në këtë rast. Po është për të mbrojtur, o zotri Spaji, është për të mbrojtur se ai ka pas momente të shumta që e ka treguar dashni. Që dëmtojnë interesat e Kosovës, që vënë interesat tjera për balë interesat të Kosovës. Po thuj që asu se du Kosovën. Për më në keqja. Nëse më Granit Xhaka. Për më ndërtu një shtetë, për më me ecë punë të marë, e para gjithë duhet me dashtë atë shtetë. Edhe unë këtë pikrisht të isha duke e spjeguar, se shumë njerë, përdesa populli Kosovës, shumica, edhe shumica atyre në stadion që e fishluan Gjokën, do më thonë, e dojnë Kosovën, ndjen me Kosovën, ndjen të ofenduar për dikush e ofendar në Kosovën, kombëtarën e Kosovës, një pjesë e njerëzve publik, jo vetëm, do më thonë, kur thamë njerëzve publik, thënë gazetar, jo, dhe shumë të tjerë, jo vetëm gazetar, nuk ishë në provë saj. Ma djerë edhe politikan, vihen, do më thonë, në anën që nuk u gohijet të jenë. E kupton? Po, gjithsesi, zotë Spajo, kjo është opinioni i juaj, po, është opinioni i juaj. Unë arsyetoj Gjokën se luan për Zvicrën, sepse është Zvicra ato ka investuar në të, ka shkolluar, ka bërë futbollist çfarë është, edhe ai do të ishte tradhti ndaj Zvicrës, sikur ai domethënë talent e Zvicrën e vinte për Kosovën. Në rregull që luan, por për Zvicrën. A ti kthehemi çështjeve politike? Nuk është të thonë ta ofendoj Kosovën. Nuk ka pse asnjë arsye nuk e ka përderisa Kosova ka treguar admirim ndaj tina, e ka përkrahur në ndeshjet, e përkrahur dhe Zvicrën për shkak të tij, ai me ofendu Kosovën, kjo është e tepërt. Okej, është opinioni juaj, gjithsesi ne jemi në atë pra që e thamë, që besoj ka pas momente të shumta që Granit Xhaka e ka treguar këtë dashni për Kosovën, popullin e saj natyrisht. Ju nuk pajtoni, jemi në rregull. A shkojmë te çështjet zotri Spajo? Shkojmë te çështjet politike se janë shumë më të rëndësishme për momentin. Veç pak, dashni, nuk është dashni për Kosovën me bosh Shqiponjen, se edhe Fatmir Sheholli, gjithmonë fotografi shihet të Shqiponjen. Mos i bën të krahasime, lutem, po. Po, nuk do të thonë që dashni për Kosovën. E kuptum opinionin tuaj, në rregull. Krahasime ekstreme. Dashni për Kosovën ka tregu Fatit Vokri, tregojnë lojtarët e Kosovës, të cilët janë ngritin lart zonën Kosovës, të cilët e kanë pru deri në kualifikime për kampionat botëror, ata tregojnë dashni për Kosovën. Jo dikush që e pengon Kosovën me... Në rregull, edhe dashnia shprehet në forma të ndryshme dhe kontributi që e japin. I kthehemi çështjeve politike. Ti themi edhe një herë, sepse është e rëndësishme të mos na ikin edhe këto, pra temës zgjedhjeve, çka prisni nga këto zgjedhje të reja? Mendoni që do të ketë shumë ndryshime në rezultat? Le të shkojmë me përqindje pak, ajda se tha që nuk pret, po le të shkojmë pak me përqindje. Shembull, le të nisim nga vetvendosja. Mendon që mund të ketë, po se reagoj më një herë. Vetvendosja do të ketë rritje, do të ketë ulje, si do dalë sipas jush? Akoma nuk e dim, mund të tregoj ndoshta mas dy auditësh, unë duhet të kem tregues tjerë në lojë për të parë se si po shkon trendi, sepse duket njëherë kur nuk konstituoi parlamenti që vetëvendosja ishte në Ramje, po pastaj ndodhen shumë gjëra, edhe filloi prapë ngritja vetëvendosjes. Pastaj patëm domethënë zgjedhjen e parlamentit, mos votimin e konjunkturës, të tjerë zgjedhjet lokale, edhe zgjedhjet lokale treguan domethënë ishin një farë treguesi në Ramën në një aspekt, por në ngritjen në një aspekt tjetër,
sepse vetëndosja fitoj domethënë komunat që si kishte në 3 komuna më tepër, edhe pse kishte ramje në votat e përgjithshme për asamblej. Tani më duhen edhe disa tregues tjerë për ta dhënë një analizë të saktë se ku do të ketë vetëndosje më shumë ose më pak vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit, në zgjedhjet kombëtare të 28 dhjetorit. Dhe kjo do të varet shumë edhe nga ato se çfarë do të ndodhë brenda LDK-s, brenda PDK-s. Çka do të ndodhë te këto dy partime që përmende? Si do dalin PDK dhe LDK? Nuk e di, për shembull nëse Bedri Hamza do të arrijë që ti bëj bashkë Samir Lushtokun dhe Ramiz Ladrovcin, sërish nëse ai arrin, sigurisht që ky me qenë një sukses për të, dhe ndoshta domethënë kjo do ta forconte PDK-n nëse nuk e arrin këtë, atëherë ajo do dalë dobësuar, do dalë më keq se sa në zgjedhjet e kaluara. Për LDK-n po ashtu do të varet se si do të kompozohet lista e deputetëve. Prandaj unë ju thash që nuk mund të jap tani prognozën, por sigurisht që pas 10-15 ditësh e sidomos kur të bëhen të jenë listat e tyre gati, atëherë mund të jap një prognozë. Për shembull, vetëm një gjë e di që për shembull në zgjedhjet lokale kushdo që ka bërë gabime e ka marrë faturën. PDK-ja në Trenas, vetëndosja në Prishtinë me injorimin e Arber Vokrit, njeriut më të votuar në zgjedhjet komunale në zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet lokale, i cili ishte jashtë listave kësaj radhe dhe nga partia e parë vetëndosja doli në partinë e tretë, pra pagoi çmimin për këtë për gabimin ndaj Arber Vokrit, edhe PDK-ja për gabimin ndaj Ladrovcit. Të shohim se si do ta përmbledhin veten partitë tani në këtë, si do të formulohen listat e deputetëve, dhe atëherë mund të jepim një prognozë rreth zgjedhjeve. Pas 2 javësh ne do të jemi bashkë edhe do të jesh me përqindje. Me përgjigje më të sakta, jo diplomatike.